Situata e zjarreve në Mallakastër bëhet në kontroll nga forca zjarrfikse dhe strukturat e emergjencave civile pas ditësh përpjekjesh për neutralizimin e vatrave aktive. Nga kontrollet e kryera në perimetrin e jashtëm të zonave Panahor, Ngrecan dhe Riban, forcat operacionale konfirmojnë se nuk ka më vatra aktive zjarri dhe as rrezik për përhapje të mëtejshme. Efektivet e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit të Mallakastrës së bashku me mbrojtuesit e bashkisë do të vijojnë monitorimin e vazhdueshëm të zonës për të shmangur çdo reaktivizim të mundshëm. Ndërkohë puna vijon për kontrollin e perimetrit të jashtëm të vatrës në Panahor, ku janë angazhuar forca zjarrfikse, struktura bashkiake, policia bashkiake, emergjenca civile dhe trupa të forcave të armatosura. Pavarësisht përmirësimit të situatës, një vatër zjarri vijon të jetë aktive në kurorën e Pyllit në zonën Drenje, Lofkënd, Vlosh. Në këtë pjesë po ndërhyjnë dhe monitorojnë forca zjarrfikse të Patosit dhe Roskovecit. Autoritetet bëjnë me dije se situata mbetet e qetë, ndërsa ndërhyrjet do të vijojnë deri në shuarjen e plotë të vatrave dhe eliminimin e çdo rreziku të riaktivizimit.